Shëndeti mendor tek gratë dhe jo vetëm është shumë i gjerë. Në spitalin ton ne e kemi shumë të prekshëm duke pasur në fokus gruan. Qëllimi ynë kryesor është që të organizojmë gjithmonë biseda me gratë dhe kjo bëhet me anë të klasave prenatale që neve i kemi në vazhdueshmëri, gjithmonë të organizuara në qendrën e gruas. Temat janë të ndryshme, flasim për infertilitetin, shtatzanin, lehonin, ushqyerjen me gjë dhe një nga temat shumë të rëndësishme është depresioni pas lindjes. Qëllimi ynë është që në këto klasa të krijojmë një ambient shumë të ngrohtë, të sigurt, mbështetës dhe jo paregjykues për t'i ardhur në ndihmë këtyre nënave të reja, duke përfshirë dhe familjarët. Përveç klasave në grup, mund të kemi dhe trajnime individuale në varësi të rasteve. Nga këto trajnime që kemi bërë me pacientet, kemi parë që ka pas rezultate goxha të mira për sa i përket menaxhimit të depresionit postpartum ose gjatë shtatzanisë. Aktualisht ndodhemi në javën e ndërgjegjësimit të shëndetit mendor të nënës. Si psikologe në maternitet jam në kontakt të përditshëm me nënat të cilat përjetojnë periudhën më të rëndësishme dhe ndjenjen më të bukur të jetës së tyre, por njëkohësisht është dhe periudha më e ndjeshme emocionale. Shumë nëna nuk flasin për këto ndjenja, sepse presupozohet se shtatzania dhe lindja janë periudhat më të lumtura të jetës së një njeriu, por ashtu siç janë më të lumtura, duhet të kuptojmë që e gjithë kjo periudhë është një realitet kompleks. Prandaj duhet i kushtojmë shumë vëmendje shëndetit mendor të nënës, sepse shëndeti mendor nuk është luks, është një nevojë etike dhe një shëndet i mirë mendor i nënës ndikon në mirëqenien psikologjike të fëmijës, në zhvillimin emocional, në zhvillimin kognitiv, në zhvillimin relacional të fëmijës dhe gjithashtu ndikon edhe në ekuilibrin e familjes.